Turqia është tronditur nga një ngjarje tragjike që ka lënë gjithë vendin në shok. Një 35 vjeçar Recep Cengiz, i dënuar për mashtrim dhe kërcënime me armë, mori leje 11 ditore nga burgu ku po vuante një dënim 4 vjeçar. Për fat të keq, ai përdori këtë leje për të kryer një krim të rënd kundër familjes së tij. Ngjarja ndodhi në lagjen Kushkagëz, në Ankara, ku fillimisht 35 vjeçari u përplas me nënën e tij 57 vjeç dhe më pas e vrau atë. Pas kësaj, ai vrau edhe vajzën e tij 8 vjeçare, duke lënë pas një tragjedi të paparë në lagje. Por krimi nuk mbaroi këtu. Cengiz vendosi trupat e tyre në bagazhin e veturës dhe u drejtua drejt shtëpisë së ish gruas së tij, Ukan. Ai u maskua si shpërndarës për të hyrë në ndërtesë dhe e vrau atë në hyrje të shtëpisë. Më pas 35 vjeçari i dha fund jetës së tij, duke e përfunduar kështu këtë tragjedi familjare që ka tronditur opinionin publik në Turqi. Ky krim ka shkaktuar reagime të menjëhershme nga policia dhe prokuroria turke, të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe rrethanave që quan deri te kjo tragjedi. Autoritetet po analizojnë çdo detaj për të kuptuar pse një person i dënuar për krime të tjera arriti të kryente një akt kaq të rënd pasi mori leje nga burgu.